e morëm me 1% përfaqësim të shqiptarëve në institucione. Pa arsim të lartë, pa simbole kombëtare, pa gjuhë, thua që asgjë. E morëm nga asgjë, e lam me kryeministër. Kjo është e vërteta. Si mund të thuhet që shqiptarët janë të pa zot në politikë? Bashkimi Demokratik për Integrim është vazhdimsi e ushtrisë lirimtare kombëtare. Nëse nuk dinte politikë të bëj ushtria lirimtare kombëtare, nuk do i fitonte luftën as ushtarakisht. Ka ditë të bëj politikë, ka ditë të bëj strategji, ka ditë të bëj luftë të pastër, profesionale. Dhe këtu po prekën mbi marrëveshje të Ohrit, po prekën mbi gjuhën, po prekën mbi drejtat që i kemi larë me gjak, që nuk na i ka dhënë kërkush dhurat. Se këtu ka njerëz që kanë humbë gjymtyr, këtu ka njerëz që kanë humbë ma dashurit, po këtu ka që rrite një jetima. Këto gjëra, ata që mendojnë të rënojnë dhe të prekin mbi të arriturat e gjakut, duhet jenë 3 herë ma burra se na. Edhe unë sot, po them që gjeneratave qofshin shqiptare Maqedon, lapsi u duhet, po jo këta politika revanshiste, patriotike në shekullin 21. Sot është koha që ne vendin duhet ta shpijem drejt Europës. Sot është koha duhet prodhojmë marrëdhënie të mira ndërretnike midis shqiptarëve, maqedonëve dhe të tjerëve që jetojnë në këto hapësira. Nuk është koha të shkojmë të prekim mbi plagë të vjetra. Populli thot, po preken në plagë të vjetra, dhimbta është më e madhe se sa kur hapet plaga e re. Fatkeqësi është që historikisht e keqja më e madhe ka ardhur pejtanëvet. Dhe uroj që të mos ndodh më kjo e keqe që u ka ndodhur shqiptarëve, pa patur legitimitetin të marrin guxim të jenë përfaqësues të shqiptarëve, sepse janë të pavlerë. Nuk i pyet kërkush. Në qoftë se vazhdojmë indiferent të jemi, nuk është mirë për shqiptarët. Sepse ndër shqiptar ka njerëz, ka forca të guximshme e të përgatitura që nuk mund të gëlltisin çfarëdo servimi që mund t'i bojnë argatët e dikujt.